Plani i Donald Trumpit për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë është paketuar si diplomaci e re, por në thelb ngjan si një marrëveshje e vjetër. I jep territor, heq dorë nga ambicjet, pranon neutralitetin dhe quajë veten me fat që ke shpëtuar. Në Washington këtë e quajnë deal, në Moskë e quajnë fitore, në Kiev nëse do të zbatohet do të përkthehej si kapitullim. E ndërsa Shuba shfaqet si ndërmjetëse së paqeje, ajo po i dorëzon Rusisë një rikthim të heshtur në arkitekturën ndërkombëtare, pa kërkuar asnjë lloj përgjegjësie reale për agresionin. Ironia është se gjithë kjo shitet si plan për stabilitet afatgjatë, ndërsa është thjesht një lloj stopimi i zjarrit, duke ja dorëzuar kazmën agresorit. Europa nga ana tjetër po rreshtohet si spektatore. Liderët evropian flasin për vlerat, por përballë presionit amerikan, zëri tyre mbytet në llogaritë ekonomike. Varësinë energjetike dhe frikën e valës së radhës së konfliktit që mund të përshkojë kontinentin. E gjithë BE-ja rrezikon të hyjë në një marrëveshje që nuk e ka hartuar vetë, nuk e beson plotësisht dhe nuk e kontrollon dot. Nëse ky plan materializohet, precedentët që krijohen do të jenë fatal. Agresioni shpërblehet, kufit kthehen në negociata, ndërsa siguria europiane mbetet nën lutjen të mos na vijë radha. Për Ballkanin kjo nuk është thjesht politike e madhe e largët. Një kontinent që dorëzohet para presionit gjeopolitik dërgon val paqëndrueshmërie edhe në zonat më të brishta. Nëse fuqitë e mëdha e pranojnë ndryshimin e kufive me forcë në Ukrainë, çfarë i pengon lojtarët destruktiv të ringjallin fantazmat e vjetra në Ballkan? Çfarë i ndal projektet e destabilizimit, skenarët e rishikimit kufive dhe lojën e influencave ruse në nahin ton? Plani i Trumpit nuk është paqe, është një recetë e rrezikshme e cila nën petkun e zgjidhjes i jep Moskës një legjitimitet që nuk e ka pasur kurrë. Ai e detyron Europën të ecë në një terren që nuk e ka përgatitur, duke u shndërruar nga faktor strategjik në figurant të teatrit gjeopolitik. Edhe nëse Europa e pranon këtë lloj paqeje, atëherë rreziku nuk është vetëm për Ukrainën, është për të gjithë kontinentin, për stabilitetin e tij, për besueshmërinë e institucioneve dhe për çdo vend që shpreson ende të mbrojtja kolektive. Në fund është një plan që mundohet mbyll luftën, por që hap një epokë të re pa sigurie.